Pini 2 kafe në ditë dhe do befasoni çfarë ndodh trupit tuaj. Janë bërë shumë studime mbi rolin e kafes që ka në sëmundjen e Parkinsonit dhe në përgjithësi konsumi i saj ul gati 1/3 e rrezikut. Përbërësi kyç është kafeina dhe duke qenë se edhe çaji ka veti mbrojtëse, ndërsa kafeja pa kafeinë jo. Ashtu si fitoushqyesit e frutave të pyllit, edhe kafeina ka treguar se ka veti mbrojtëse ndaj qelizave njerëzore nga vrasja e pesticideve dhe neurotoksinave të tjera. Në një eksperiment është treguar se kafja mundet që të mbrojë trurin tuaj dhe gjithashtu të forcojë përqendrimin dhe aftësitë njohëse. Një filxhan kafe nuk kushton shumë, kështu që kompanitë farmaceutike janë munduar ta përshtatin kafeinën në ilaçe, por ju mund të përdorni fare mirë kafen tuaj, e cila është shumë herë më e lirë dhe shumë herë më e sigurt.